Fillojmë tani bisedat tona të përditshme, telefonat e parë kanë mbritur. Urdhroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Bashkim. Urdhroni, lutem, flisni. Unë jam një banor i lagjes numër 8. Po? A ka mos kemi në qelsat e shprisë, dhe më thënë patë romane, të këne universitetin, e ke parasysh të që një hyrje. Po? A lagjes kemi në qelsat, shkojmë atje, që një që e kam, ka kalu këtë tërja, a uale ka i thënë, a kam problem dokumentet, jo, po që të një e qelsat, që kemi në oponimet, këtjonë të qatë, se si rrejmë, nuk e di që të thamë. Janë duke bërë instalimet, po ka ko që e thok të gjë, Jo ka ka që unë ka marrë me datën 7, edhe ju, me datën 8 që ka me mënda të ju lumë, që këni bërë shumë njën, edhe i fut në lirë ujtin, edhe të vullë të rritët, se dhe që në të. Po. Ishte unë jam këtu, një pensionist, kanë një rrugë dhe për të fush, së nga të më gjije. Ata, banë qëra në kanë prejnë vite. E qartë, unë ju falenderoj që ngrini këtë problem, është mirë që ne ngrejmë zërin për problemet që janë të pasgjidhura, për problemet që pasgjidhe me shumë vonesë. Shpeshherë qytetarët kanë ngritur zërin për këto shtëpia që rinë të boshatisura, në një kohë kur ata detyrohet të paguajnë qerat, kur dhe bonusi është ndërprerë. Por akoma qelsat nuk po merren qelsat përfundimisht për të hyrë në këtë shtëpi. Na është thënë që po vazhdojmë në instalimet në ambientet e përbashkëta, në ambientet e jashtme, por kë na është thënë prej shumë kohësh më parë. Duhet kishte mbaruar deri atëherë gjithçka, duhet kishim bërë nga fillimi këto pallate, që nga koha kur na kanë thënë që jemi në përfundim të punimeve. Urdhroni. Mirëmëngjes, Bashkim. Mirëmëngjes. Jam i qytetar në Tirana. Po? Përpiqem vazhdimisht që dua të shikoj rezultate këtu në Shqipëri. Që ashtu që propozoj biznesmenëve. Një minutë se s'po marr vesh asgjë, po flet shumë rrumuj. Çfarë doni të thoni publikut? Biznesmen që janë tregtar, që kanë mundësi financiare. Po? Për të investuar në fabrika të ushqimit plektoral. Po? Më kupton, është biznes i garantuar. Në fabrika të ushqimit plektoral, është biznes i garantuar në sektorërie. Që ata që investon kanë specialistët e tjera. Po se nuk po shikojmë këtu në Shqipëri, prandaj sugjeroj që biznesmenëve. Qartë. Është e rëndësishme kjo. Qartë, sigurisht. Vazhdojmë të presim telefonat e tjera. Ju lutem që të formuloni qartë mendimet në mënyrë që dhe publiku të dëgjoj plotësisht atë që keni ndërmend të ndani me të. Urdhroni. Bashkim Borxha, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhroni, lutem. Si ka mundësi, si të po përshtypje shqiptarëve të mërshme kjo situatën në Shqipëri? Po? Ishi me ra normal ka rashi, mu përmyt fushat, ose në zonat malore rrugës të na janë sop-sop, i ka braktis krejt shatrat, që në verien ju na shojmë me sy, na dham shpirti, kena punuar gjitha tjetë, të tërë, i kam 70 vjeç, por mu jam shumë i zgënjym me këtë situatë që sot shatrat e braktisun pa rrugë, nuk delet vetëm me peristrata delet në për shatrat të veriut. Po? Edhe në fusha atje, përmytën, qa janë këta kryetar bashkije si s'pastrojnë kanalet, qa janë këta kryetar bashkije si s'hapin rrugë me shkutës, se ne braktisin më rëbursën, e na bom me ikë për i Shqipërije me këtë situatë që kena. Kjo është meta që nuk punojnë njerëzit. Marën gjithë këtë rroga, e kanë gjithë këtë makineri, dikur e kemi punuar me krah. E kena mërtua firëzën, gjysa punë që është ba me krah, me kazë, me lepas, që s'ken pas mjetet. Sot ka mjetet, maramenë se rinë me kovë për pjetë, edhe liqenet, po bahen tokat liqene, po bahen malet mos me mujtë me kaluë. Qas zoti bahen në këtë Shqipëri, a i një gazetar, dhe një shifni, hajde një në veri, urdhani, as nuk shkojt një bale, as nuk shkojt në verish, as nuk shkojt në gbibaj, as nuk delet në shatra, nuk dërojt kjo situatë. Unë ju falenderoj që sillni ju në shqetësimin qytetar për këto probleme të rëndësishme. Urdhroni. Urdhroni, mirëmëngjes. Bashkim, punoj shëndet, Bashkim. Shëndet edhe ju, urdhroni. Gjithë të mbarë. Gjithashtu dhe ju. Unë desha të ndaj
diçka bashkim me ju. Po, urdhroni, flisni. Po si ka mundësi e zoti bashkim, të gjithë specialistët i kanë mbaruar shkollën, e profesionistë të shkëlqyer janë mequr nga puna, janë dinatë, i kanë lënë më njënë dhe kanë marrë çuna të rinj zoti bashkim, gjithë s'ka fare aberin. Çfarë bën këto 2-3 muaj, 4 muaj bërë këta zotrin dhe bashki? Se nuk i bën kanalet, se si pasën kanalet. Tjetra, çfarë bën edhe rjak, se si kulonon fondën mos e po dëgjojmë atë në rrugët miliarda lek. Edhe rrugët po rrëzojnë prapën, po çfarë po më zotri se tash. Ore, po si ka mundësi më këta në lek miliarda më zotri? Bashkim. Si më këta inxhinierat, profesorët që kanë qenë tamam inxhinierat që kanë dhënë këtë vend në kjo Shqipëri. Pse i kanë dhënë puna më kanë marrë çuna, i kanë marrë partijak më, o zotri. Po Shqipëria po bëhet katastrofë, o zoti bashkim. Po Ore, ka mundësi këta bashkja, këta zyrtarë çfarë bëjnë 3-4 muaj në dëra që vinë për zyra këta zotrin. Që marrin ka droma, ku e skrepat, pse nuk punojnë. Qartë, besoj që pasoj kanalet zoti bashkim. E qartë, po besoj se ju ndani mendimin që janë të rinj, që merren 1 minutë për 1 minutë. Po 1 minutë për të flasë mos jo kaq me nerva. Dhe ju besoj ndani të njëjtin mendim si unë që nuk është problemi që janë të rinj ata që punojnë në zyra, por që nuk janë specialistë dhe janë thjesht militantë që vendosen apo jo. Ja militantë do të bashkë, ja militantë, apo kupton apo jo? Sepse brezat do të ndrohen tani në këto vende, por të jenë specialistë ata që vinë. Po më do të çoh njeriu që bën punën o zot bashkim. Sigurisht pra këtë doni të thoni. Unë ju falenderoj që sillni dhe ju shqetësimin tuaj qytetar, vazhdojmë të shfrytëzojmë këto pak minuta të tjera që kemi në dispozicion për ditën e sotme. Urdhroni. Alo. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zoti bashkim. Urdhroni, ju lutem, flisni. Dëgjoja e si shemram këtë, të thëmë, mitingun, ose mini mitingun e Staliut. Po, foltore në quajnë ata. Foltore, po. Unë kam mendimin se të dyja krahët e politikës janë, të thëmë, janë akumulu tashmë dhe nuk vlejnë aq shumë. Ato vlejnë se tash me këto jemi, me këto po vërtitemi për ditë, po. Pra u ka mbaruar koha politike, thoni ju? U ka mbaruar koha me thënë të drejtën. Si të mburre, për shembull, zotëria, do thënë, si i drejtë e parimor, ndërkohë që ne e dimë, është është hajduk në fjalë për të vrasës. Qartë. Pra ju thoni që ka mbaruar koha politike me partive tradicionale dhe duhet të ketë një konfigurim tjetër politik. Edhe ati zotënisë është i mësuar, më tepër se të gjithëve. Qartë. Unë ju falenderoj që sillni dhe ju në nënvizimin tuaj. Jeni vetë ju që përzgjidhni se çfarë doni të thoni para publikut në këtë mëngjesin e ditës së re. Kemi dhe 2-3 minuta në dispozicion për telefonatat të tjera. Urdhroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, si urime për emisionin. Faleminderit, urdhroni. Desha flas për problematikën e përditshme që kanë qytetarët, shqiptarët, pensionistët, pronarët, fshatarët, bashkim bën përshtypje me fjalë gjithë kjo përmbytje që bëhet në Shqipëri. Sikur të bëj një orë shqip këtu përmbytet gjithë Durrësi, gjithë Shqipëria. Nuk e di se ndodh kjo punë. Ne kemi Hollandë që është në nivelin e detit dhe nuk ndodhin këto përmbytje. Është shqetësmeta. Unë fajnë vej politikës së fakt. Unë fajnë vej komplet që janë këto kolektorët kulluese me fjalë këto kanalet kulluese, nuk merren njeri me fjalë. Absolutisht me këtë problem. Nësa ka institucione që duhet merren me këtë problem tash, mos i lënë njerëzit në atë gjendje. Se gjithë pasuria e tyre, gjithë mundi i tyre, gjithë vjesha e tyre i shkon dëm tash. Po tash nëse dëmtohen ato, dëmtohet gjithë populli. Që ato ushqime, ato produkte të dalin të shiten në treg, por kur varfërohet ai fshatari, varfërohemi të gjithë dhe si kom. Dhe mos ta shohim ato syrin e jerkës. Këtu bie një shi, këtu përmbytet, këtu vjen vera të merr flak gjithë pylljet të digjet shtëpia. Këtu nuk po e marrin vesh se çfarë po bëhet tash. Po edhe ti shohim këto probleme, nëse ky shtet do që të eci përpara, le të shërbejë këtyre qytetarëve e fshatarëve, nëse sa shumë të fundit duhet t'japi dorëgjë urgjentisht. Por i gjem dhe gafash dhe skandale, se nuk do t'ju hyjë këtyre regionave të tjera, se nuk përkasin institucioneve, përkasin që merren me këtë problem. Por situata shumë e vështirë. Si për pensionistët tash, ato pensione nuk pati lek ky shtet, ti ngrej një 5
lek këtyre pensionistëve? Ju japit paktën një minimum jetese. Nuk s'ka dalë la minimumi jetesës. Është një turp i madh sinqerisht. Shohim në përshtatër me problemi pronave, grabite prone, shkatrojnë prone, shkatrojnë. Nuk e di nuk e di, unë duk një situatë kaotike. As opozita nuk vepron, as i gjë me fjalë. Tu është është lënë dorë lirë krimit komplet. To kisha falenderit. Faleminderit edhe ju që sillni shqetësimin qytetar. Ishte telefonata e fundit për ditën e sotme. Rikthehemi sërish në faqet e para të gazetave me një vërsim të shpejt me titujt e tyre kryesor. Gazeta Panorama, ndër të tjera sjell shkrimet: vizita në Belgjik, jemi të përgatitur, mesazhi i Domanit, presionet nuk na ndalin, kërcënimet. Kryeprokurori Olsan Çela dhe kreu i SPAK-ut Altin Domani zhvilluan një vizitë zyrtare në Belgjik, ku në takimet me autoritetet federale ngritën alarmin për presionet dhe kërcënimet që u bën prokurorëve nga politika e krimi i organizuar. Domani theksoi se SPAK mbetet i përgatitur të përballojë çdo trysni. Bela hap kraun, opozita protest para kryeministrisë. Berisha akuza për Unazën dhe Llogaran, Balluku të ik. Kreu i Partisë Demokratike, ministria ndau Unazën në 14 lote, 22 milion euro kilometri. Dosja Balluku merr për masa të reja, rëndohen pozitat e ministres, në netim e gjithë Unaza e madhe 450 milion euro. Dokumenti, SPAK, procedim penal ndaj Ballukut dhe Cenoklosit. Kallëzimi, familjarët e afërm përfituan tendera dhe projekte miliona euro. Afera, shembja rrugës Qukës Qafploç, inxhinieri, sot projektet po i bëjnë ish shoferët. Investimet publike, lista me emrat e qytetarëve që kompensohen. Në Gjakov, drama e Kosovës në skenë, koncerti Armonela Jahos si homazh për të zhdukurit. Një opinion nga Pang Chunzue mban titullin Projekti kinez për përmirësimin e qeverisjes globale. Nga Valbona Zeneli, çfarë do të thotë armëpushimi tregtar Trump-Xi për Bashkimin Evropian? Nga Edison Ypi, ka libra me L të vogël dhe libra me L të madhe. Nga Sonila Boçi, dy kushtetutat e 1946 dhe 1976. Shtrëngoni kapitalin privat për fyti derisa ta mbysni. Urdhri i Koçizozës më 1946 është titulli i dosjes që botohet në brendësi të gazetës Panorama. Gazeta Telegraf, zhduken 28 milion euro për diga lumenjsh që nuk janë ndërtuar. Zbardhet një tjetër afere Frida Kricës kur ishte ministre. Betimi mbi flamur me tekstin origjinal nga Azdreni. Himni kombëtar, flamurit pranë të bashkuar. Botohen për herë të parë shënimet e Lazgush Poradecit. Vajza i ikonës së letrave shqipe Maria Gusho sjell dorëshkrimet ku zbardhet se si doli kjo këngë më e përhapura dhe më e kënduara nga të gjithë. Nga Evdal Nuri botohet opinioni korrupsioni dhe krimi të lidhur me njëri tjetrin. Nga Qemal Lame, plani i Europës për përfundimin e luftës në Ukrainë. Vlora në Telegraf, skandal, shtëpia e Forshkës në Vlorë pa drejtor dhe pa fëmijë, por me 11 milion lekë shpenzime për roje dhe makina. Mojsi Dalipi, Petrit Stefa, profesori basketbollit të flamurtari dhe medalja e mënguar në 80 vjetorin e tij. Ahmed Demaj, Labëria vendi besës, mikpritjes dhe trimërisë. 28 nëntor 2005, jubileu i gazetës Telegraf. Flasin profesor Bardosh Gaçe, Alida Isku, Recep Uka, Leonard Tase, Kastriot Kotoni dhe Sefer Pasha. Kthetrat e strategjikëve. Vrina, grabitja e radhës që po falet oligarkëve. Ja lista me pasurit në Bregdet që po glabërohen për kulla dhe hotele. Ish deputeti i Partisë për Drejtësi, Integrim dhe Unitet Abdullahi për një vot, një pallat 8 kate. Kryeministri Rama, vizit në Katar, takohet me homologun, biseduan për thellimin e bashkëpunimit dhe projekte me rëndësi. Opozita në protest. Nesho, Shqipëria narkoshtet, deputetët, foltorja e dytë, platformë rezistence që do vazhdoj gjatë. Mafja e sindikatave, kola e sindikatave, luftëtari punëtorëve ditën dhe grabitqari pasurive natën, me 2 hidrocentrale private në Mirdit. Janë shkrime që vinë në faqen e parë të gazetës Telegraf. Kalojmë tani tek gazeta Dita, bomba e Unazës. Analiza 21 nga 28 tenderet për Unazën e Madhe të Tiranës, ku janë dhënë 450 milion euro për 29 kilometra, zjerë në dritë një skem tronditëse
që dëshmon se jo vetëm loti i 4 ka qenë i manipuluar dhe i paracaktuar në fondin limit. Të shkosh të rrëzosh qeverinë natën kur qeveria ka mbyllur zyra dhe është në shtëpi. Përse tash të quajtur foltore nuk janë një dështim i njerëzve që nuk dalin. Çdo mesazh, çdo artikulim politik është i lidhur ngushtë me fatin juridik dhe politik të një njeriu të vetëm. Ngjarja e rëndë, rreth 12 orë rezistencë në Banesë, dorëzohen 2 të armatosurit në Orosh. Berisha dhe një varr i hapur. Rrëfimi i Tronditës i personit që u rrëmbye bashkë me Relzi Hoxhën. Ndalimi i dy pasmarin Memës, Greqia shpall në ngrata gazetarin Artan Hoxha. Kriza e familjes, martesat janë në rënje, divorcet rriten. Janë shkrime që vinë në faqen e parë të gazetës Dita. Gazeta Epoka e Re, 2 rrëfime, 1 vendim. Si do të mbahet mend UÇK-ja? Përplasjet politike lënë Prishtinën pa transport publik. Kosova para vdekjes klinike, është një opinion nga Bexhes Shala Bajgora. Nga Lulzime Temaj, specialja tepër speciale e Hagës. Avokati Prosper, nëse gjyqtarët e shohin të vërtetën, Thaçi dhe të tjerët do të jenë të lirë. Osmani dhe Kurti bisedojnë me kongresistët amerikanë për bashkëpunimin me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, janë titujt që vinë në faqen e parë të gazetës Epoka e Re. Ne kemi sjellë kështu informacion më të fundit përmes faqeve të para të disa prej gazetave që kanë dalë në pikat e shitjes mëngjesin e ditës së sotme. Këtu përfundojmë dhe për sot emisionin, për të takuar sërish nesër. Bashkë, miropafshim.